Të ngjatjeta shqiptar të nderuar. Prej sot dhe në të ardhmen në dialog të lajmit do t'u përshëndesim me këtë përshëndetje të veçantë simbolike për të kujtuar se Shqipja dhe shqiptarët u kanë mbijetuar me shekuj dhe po me shekuj do të mbijetojnë fortunave ngado që të vinë. I ftuari i sotëm në dialog të lajmi është ekspert shumë i mirë i teknologjisë informatike. Është profesor universitar dhe ka krijuar qendër trajnuese të gjeneratave të reja në fushën e kompjuterizimit. Por politikën, si duket, si krejt apo shumica e shqiptarëve, e ka pasion, ndërsa funksionin e ministrit, pozicion që vazhdimisht e synon. Sot përfaqëson koalicionin vlen në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut si ministër i shëndetësisë. Azir Aliu, i ftuar në dialog të lajmi. Mirë se erdhët. Të ngjatjeta. Të ngjatjeta. Zoti Aliu, këtë intervistë e fillojmë me Bashkimin Evropian Digital, pra me një fotografi e flamurit të BE-s që ta kemi më afër, regjia lusim ta bëni fotografin pra ta publikoni, po faleminderit shumë, sepse kështu si kemi nisur vetëm në televizor apo në realitetin virtual do ta shohim Bashkimin Evropian. Nuk i dihet nëse vallë ne do të jemi gjallë derisa realisht të integrohemi në Bashkimin Evropian, sepse kryeministri jon, kryeministri i vendit ton, Kristian Mickoski tha se nëse ka nevojë do të priten dekada, por Maqedonia e Veriut nuk mund të pranojë kushte nga Bullgaria. Si e lexuat ju këtë deklaratë? Si e pritet? Unë jam optimist se ju, në aspektin e lidhjes me shtetit tonë në Bashkimin Evropian. Pra unë shoh teknologjinë si një urë lidhse ndërmjet lajmit, ndërmjet informacionit, ndërmjet vlerës edhe ndërmjet qytetarit. Pra edhe flamuri edhe digitalizimi neve na ndihmojnë që në kohë reale të jemi të informuar për proceset që janë në interesin tonë. Gjithashtu edhe lidhjet me Bashkimin Evropian sot janë më të afërta se çdo herë në aspekt të teknologjive dhe mundësive që na i mundson kjo formë e komunikimit. Pra kjo ndikon duam apo s'duam ne edhe në punët që i bëjmë për ditë edhe në atë se si e mendojmë procesin dhe jetën tonë, do në aktivitetet gjatë ditës. Kështu që presioni për Bashkimin Evropian vjen natyrshëm në këtë erë të teknologjisë, pasi që çdo i ri, edhe ju edhe unë, e dim se çka nuk kupton të jesh qytetar i Bashkimit Evropian, kush janë format dhe privilegjet, edhe sot është shumë rëndë, edhe ne si politikan, edhe ju si gazetar, edhe ne si profesor të dy që jemi, që të flasim për Bashkimin Evropian vetëm me narrativ evropian dhe pa vepra evropiane. Pra unë Bashkimin Evropian e shoh si një rrugtim i cili na jep një formë si bëhet politika, një formë se si krijohen proceset dhe një formë si realizohen ato. Pra sot shumë më pak duhet të flasim edhe si profesor, edhe si qytetar, edhe si politikan, e shumë më shumë duhet punojmë, pasi që puna na afron apo nuk na ofron drejt vlerave evropiane. Narrativet politike janë narrativet të cilat ndoshta na shërbejnë për ditën apo për muajin, po gjithsesi rrugtimi evropian i Maqedonisë është i pashmangshëm. Edhe njerë potencoj jo për shkak të neve si politikam duam apo s'duam, po për shkak të qytetarëve, për shkak se edhe njerë potencoj e niset me teknologji, është një urë e cila është e pashmangshme dhe informimi është në kohë reale. Megjithatë, zoti Aliu, ju e dini, unë e di, të gjithë shqiptarët e dinë se ne nuk kemi kohë, ne nuk kemi dekada për të pritur qoftë Mickoskin ose ndonjë politikan tjetër që të integrohemi në Bashkimin Evropian. Si do të reagoni ndaj kësaj deklarate? Do të kërkoni shpjegime nga kryeministri se pse në cilat rrethana është bërë ajo deklaratë dhe cili është synimi i kësaj deklarate, sepse edhe unë jam optimist se vendi duhet të shkoj drejt Bashkimit Evropian me hapa më të shpejt, megjithatë deklaratat që vijnë nga zyrtarët shtetëror, kryesisht nga kryeministri, nuk janë shumë optimiste. Ndoshta formimi profesional më bën që
punën ta vlerësoj dhe proceset të vlerësoj se sa narrativet dhe deklaratat, pavarësisht që kjo her pas here është në kundërshtim me proceset politike. Unë shoh që Maqedonia çdo ditë punon për të krijuar ligje në përputhje me Bashkimin Evropian, me direktivat evropiane dhe vlera evropiane që lidhen direkt apo indirekt. Edhe njerë potencoj. Duam apo s'duam ne si politik bërës. Qytetarët do të na ngushtojnë dhe do të na orientojnë drejt Bashkimit Evropian, pasi që çdo qytetar e din çka është vlerë, e din çka është liri dhe e din çka është transparencë. Secili nga ne, edhe në familjet tona, edhe në shoqërinë që rrotullohemi, dim që transparenca, menaxhimi me procese dhe gjithçka që lidhet me jetën e përditshme ku ne jemi të informuar në korale, është ajo që e duam neve. Për atë shkak qytetarët tonë, edhe me çdo lloj anketimi dhe çdo lloj qasje ndaj atyre me pyetjen duan apo s'duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, e dini që mbi 60% të qytetarëve janë pro Bashkimit Evropian. Një politik bërës dhe një strukturë politike e cila është kundër Bashkimit Evropian është në rrugë e cila shumë shpejt mund të hasë në pengesa të përditshme politike apo institucionale, pikërisht nga qytetarët dhe nga të punësuarit në institucione shtetërore. Unë edhe njerë potencoj që duke u nisur nga digasteri që unë menaxhoj si ministër i shëndetësisë, çdo ligj që ne formojmë nuk mund të kalon as në procedurat administrative pa kaluar direktivat përputhshmërinë me direktivat evropiane. Asnjë proces shëndetësor, pavarësisht që mund të lidhet me demografinë e shtetit, nuk mund të kalon dhe nuk mund të procesohet pa marrur dritën jeshile që ky proces administrativ, klinik apo shëndetësor nuk lidhet me vlerat evropiane. Pra këto janë indikator që mua më japin të drejtë them që sot Maqedonia është drejt Bashkimit Evropian, punon për të krijuar vlerat e Bashkimit Evropian, ne si politikanë në varfëri nga nevojat e le të themi narrativeve politike, her pas here dim të japim edhe narrativ politik i cili ndonjëherë është e kundërta me atë që bëhet. Për fat keq 30 e më shumë vite në Maqedoni kemi pasur politike cila më të rëndësishme ka pasur se si do të duket një aparencë ndonjë procesi politik e jo se si do të ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve. Unë nuk mbaj këtë bindje, pavarësisht që ju e thatë pasion e kam politikën, unë mendoj që e kam obligim, jo pasion, pasi që secili nga ne, edhe ju edhe unë edhe çdo qytetar, çdo intelektual duhet të jep kontribut në këtë shoqëri, që ta bëjmë shoqërinë më europiane, që ta bëjmë jetën më të lehtë, dhe unë nuk besoj në politikanë të cilët flasin diçka e bëjnë diçka tjetër, por atë shkak mundohem çdo ditë në digasterin që unë menaxhoj dhe në proceset që unë ngrej, të jenë më shumë proceset që flasin, se sa ne që mund të bëjmë një PR apo një aparencë ndryshe nga ajo që në përditshmëri e krijojmë si proces. Pra ju thoni që deklarata pavarësisht se tingëllon shumë rigjide, pak edhe absurde kryeministrit Mickoski, nuk është kompatibile me atë që realisht është duke ndodhur në procesin e realizimit të agendës reformuese të Bashkimit Evropian. Pra unë diçka ju garantoj që edhe qeveria, edhe ministria ku unë menaxhoj, gati në nivel javor kemi takime me proceset, me institucione që lidhen me proceset europiane. Pra çdo proces, çdo politik që ne krijojmë, në çdo të martë kemi takimet e ministrave në qeveri, do në mbledhjet e qeverisë, nuk ka mbledhje, po të hyni edhe të analizoni që nuk ka ndonjë pikë e cila lidhet me vlerat europiane, apo me ndonjë ligj i cili është në përputhje me vlerat evropiane, apo ndonjë ligj i cili është kërkesë e Bashkimit Evropian. Pra, përditshmëria politike në Maqedoni flet që të gjithë politikat krijohen në përputhshmëri me vlerat evropiane dhe me kërkesat të potencoj europiane, ndërsa narrativet tona, pavarësisht se si ato interpretohen në mediume apo në kuluare të ndryshme, është diçka tjetër. Ju keni qenë negociator nga vleni në negociatat për formimin e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut me VMRO DPMN dhe mund të na thoni nga dora e parë se cila ka qenë marrëveshja lidhur me këtë pikë. Në negociata keni qenë si përfaqësuesi i Aleancës për shqiptarët, i deleguar nga zoti Arben Taravarja, po. E vërtet. Pra i deleguar nga Aleanca për shqiptarët si përfaqësues në grupin punues, ku përfaqësonim ishim 4 persona, ku secili prej neve përfaqësonim
strukturën tonë politike dhe narrativin politik që çdo parti politike i ka dhe vlerat politike. Pra, nëse flitni për pikën që kemi pasur Maqedonia dhe Bashkimi Evropian, ka qenë një ndër pikat që s'ka pasur shumë debat pasi që jemi dakorduar gjithë 5 partit politike, pra koalicioni vlen dhe vomoroja në anën tjetër, që këtu s'ka as kompromis, nuk ka as diskutim. Nga ana tjetër dëgjoni profesor edhe logjikisht në një shtet me kështu demografie, me kështu ekonomie, me kështu infrastrukturë dhe me kështu shtete fqin, duhet jeni politikisht naif që të thoni Bashkimi Evropian nuk është rruga që ne duhet të pretendojmë si në aspekt të vlerave dhe ashtu në aspekt politik dhe si pjesë e këtij bashkimi të shteteve me demokraci të zhvilluar dhe me ekonomi të zhvilluar dhe me infrastrukturë të zhvilluar. Pra, nuk ka ndonjë alternativë tjetër kur themi neve për Maqedoni, jo për diçka se neve e duam më shumë Europën, po ideja është se ne nuk mund të bëjmë pa Europën. Pra, ti don apo s'don, s'ke alternativë tjetër. Pra, edhe kundërta është. Ti sado që të thuash nuk dua të jem pjesë e Bashkimit Evropian, tendenca dhe infrastruktura dhe ekonomia shtetërore nuk të lejon ta bësh atë. Prandaj s'ka asnjë politikan, edhe nuk do të ketë që në Maqedoni mund të punon për vlera kundër Bashkimit Evropian apo narrativ politik i cili do të çon në degradim të politikave që lidhen me Bashkimin Evropian. Edhe njerë po tensoj, çdo ligj po të shikni edhe në parlament, nuk kalon as pak në parlament apo në qeveri pa qenë në përputhje me direktivat evropiane dhe ky mendoj është fakti kryesor se si Maqedonia tregon që le që është në rrugën evropiane, po s'ka edhe alternativë të dytë. A jeni ju personi apo politikani i cili ka mbledhur në nënshkrimet nga liderët shqiptar në dokumentin me cilin do të kushtohej pjesëmarrja në qeveri me ndryshimin e kushtetutës apo me miratimin e ndryshimeve kushtetuese? Ku mbeti ky dokument dhe kush ka qenë i fundit që ka nënshkruar? Pra, është e vërtet që unë kam qenë pjesë e proceseve. Se ju i keni mbledhur në shkrim. Është e vërtet që unë kam qenë pjesë e proceseve politike nga 2017 deri tani. Pra, janë procese politike të cilat ndonjëherë janë vizibile, ndonjëherë janë shumë më pak apo as pak, për hir të qëllimeve politike që çdo parti politike edhe çdo qeveri duhet t'i ketë. Është shumë e vërtet që unë kam qenë edhe, unë kam thënë këtë edhe përpara se ta thot Arbenia apo dikush tjetër pjesë e këtij procesi dhe unë atë e kam thënë më duket pas 2-3 javësh pasi që pas asaj periudhe në një televizion nacional. Kështu që është shumë e vërtet dhe unë mburem që këto procese politike kemi tentuar që t'jenë në përputhshmëri me vlerat europiane dhe me qëllimet e partive politike shqiptare dhe sot unë mburem dhe me atë proces dhe me të gjithë proceset tjera që kam qenë pjesë e tyre në mënyrë direkte apo indirekte. Sa i përket atij dokumenti, ka qenë dokumenti i cili unë qëndroj pas atij dokumenti dhe është dokumenti i cili do të ngel në kuluaret partijake, politike, historike të shtetit tonë, pasi që ka dhënë vlera shtesë në krijimin e politikave në Maqedoni. Një prej vlerave shtesë mund ta theksoj këtu është krijimi politik bërjes dhe procesimi i politikave në qeveri, i cili është lidhet direkt me implementimin e tyre e jo me narrativin e shitjes së tyre si vlera e pastaj mos implementimin e tyre. Unë pikërisht ndoshta edhe për këtë arsye kam hyrë në politik, pasi që çdo herë më ka penguar kur dëgjon se gjithçka është bukur, gjithçka është mirë, gjithçka është lehtë dhe në jetën e përditshme si profesionale ashtu edhe familjare ti hasen në shumë probleme ngjecje ose administrative ose shtetërore ose politike. Pra, narrativi politikanëve modern duhet të jetë atë çka e thot ta bën dhe atë çka e bën mos ta përmend 2-3 herë, po vetë puna dhe fjala dhe komoditeti i ekosistemit që ti e krijon duhet të flet për ty dhe për politikat që ti e bën. Zotë Aliu, po ndodh ndryshimi i linjës së korridorit 8 me atë që Struga nuk do të lidhet me autostradën Ohër-Kërçov. Çfarë po ndodh realisht? Ka hapësirë për frikë se dikush dëshiron të shkëpus me vendim politik lidhjet natyrore të shqiptarëve në korridorin 8? Këtu ka një vërtet shumë e madhe. Ajo mund ta them vesh me një fjalë, friga.
Po, është e vërtet që opozita ka shumë frikë kur i sheh këto pajisje që punojnë në teren, ka shumë frikë kur sheh rezultatet e kësaj qeverie që realisht japin atë që e thash përpara 2-3 minutave, një narrativ, një energji pozitive dhe një infrastrukturë më të lehtë, si në aspekt të infrastrukturës rrugore, ashtu edhe në aspekt të politikave ekonomike, arsimore, shëndetësore, kulturore dhe kështu me radhë. Dhe e vërteta më e madhe këtu është që opozita frigohet se si do të duket nesër pas 2 viteve apo pas 8 viteve me një qeveri e tillë e cila punon jo 4 ditë në javë, po 7 ditë në javë. Një qeveri e cila edhe njerë theksoj vlerë ka punën e jo muhabetin dhe narrativin politik, kështu që është e vërteta e madhe që vërtet frigohen nga ky projekt i cili jo vetëm që do të lidh Shqipërinë me Maqedoninë, po është projekt i cili është në interes shumë të madh të NATO-s, është projekt i cili është në interes shumë të madh të Bashkimit Evropian dhe është projekt i cili nuk ka të ndalur duam apo s'duam neve. Në fakt, ju e dini që nga momenti që ka filluar projekti, ka filluar me një narrativ të lidhjes forcave dhe vlerave ekonomike të Ballkanit dhe ky projekt sado që të mundohen ta nënvlerësojnë, është projekt i cili do të realizohet dhe do të realizohet në mënyrën më të mirë të mundur. Nga ana tjetër ka një dallim tjetër. Ne nuk ju largohemi problemeve dhe i ballafaqohemi me to. Nëse hasni gjatë implementimin të ndonjë procesi, ndonjë problem, si politikan që jemi dhe si qeveri, mendoj se duhet ta shohësh në sy problemin dhe ta zgjidhësh ato. E jo ta anashkalosh duke e lënë problemin që vetvetiu të shuhet me idenë se vetvetiu do të shuhet apo me idenë se ta kaloj edhe sot një ditë mos merret vesh tek qytetarët që kemi një problem. Unë jam shumë i lumtur që ne dim të flasim edhe për problemet që i kemi, si në digasteret tona, si në projekte që ne implementojmë, si në qeveri, për shkak se unë thellë besoj që kur flet për probleme dhe kur problemi bëhet i hapur, edhe më lehtë edhe më shpejt zgjidhet. Aleanca për shqiptarët e zgjedhin Selës që i bie të ish partia juaj apo partia juaj, sepse ju ende thirreni në Aleancën për shqiptarët, ka reaguar sot me një komunikat për publikun, duke thënë se urdhrin për ndërprerjen e punimeve në korridorin 8 si dhe planet për bllokimin e plotë të këtij projekti dhe devijimin e të njëjtit e ka dhënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa e ka realizuar qeveria e Hristijan Mickoskit që në 6 muajt e parë pas ardhjes në pushtet. Këtë sipas Aleancës për shqiptarët e ka konfirmuar personalisht Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Serbisë Goran Vesić në një intervistë për agjencinë e lajmeve BGNS që në tetor të vitit 2024. E keni lexuar këtë deklaratë sot? Edhe një herë, vlerat më të jo se kam lexuar sot nga puna vit direkt këtu në studio, pasi që kemi pasur obligime shumë të mëdha në ministri. Sido që tjetë, edhe po ta kisha lexuar, pra nuk do të kisha mundur të komentoj tekstet të llojit do ulemi dhe do të bëjmë një lajm, do të shpikim një lajm që të jemi prezent në media. Pra edhe njerë potensoj, personalisht unë dhe Vleni, dëshirojmë të jemi në media dhe të bëjmë lajm me punët tonë, e jo me tekstet që i shërnojmë edhe që mund të na gjeneron ndonjë software me inteligjencë artificiale. Pra sido që tjetë, do të ashtu siç thonin që Vleni nuk bëhet dhe do të shkatrohet, sot nuk i shoh që flasin në aspektin e çka ndodhen edhe çka bëhet në Vlen. Tani kanë filluar të shpikin ideja dhe kreativitete tjera dhe inovacione tjera që lidhen me diçka që qytetarët e shohin dhe me diçka që ne e realizojmë çdo ditë. Pra këtu rruga flet dhe metrat dhe kilometrat flasin më shumë se sa fjalët që ju i cekët. Zoti Aliu, a nuk ndjeni keq për të mos thënë të papërfillur kur dihet se në delegacionin qeveritar për dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të mbahet më 7 prill, në këtë delegacion pra qeveritar do të marrin pjesë vetëm
ministra të VMRO-DPMNE-s, 5 ministra të VMRO-DPMNE-s, Mucunski, Toshkovski, Misalovski, Andanovski dhe Bozhinovska dhe asnjë ministër shqiptar I Vlenit. A e diskutonin ndonjëherë brenda qeverisë se çfarë dëshiron VMRO-DPMNE-ja të thot qytetarëve me këto mesazhe? Dëshiron që të thot që shteti është vetëm I Maqedonasve, apo se partneritetin strategjik me Washingtonin e ndërtojnë dhe realizojnë vetëm ministrat Maqedonas, apo ndoshta ju keni ndonjë informacion tjetër që ja ne që nuk jemi në qeveri nuk e di. Pra nuk lidhet as me të parën as me të dytën, edhe njerë potensoj vlerat tona në qeveri si vlen dhe vlerat e qeverisë në përgjithësi janë punët që qeveria I ban. Pra për neve personalisht për mua nuk është e rëndësishme ku jam unë sot, sa është e rëndësishme sa unë jap për digasterin ku unë menaxhoj dhe sa ne japim për qeverin ku jemi neve pjesë e kësaj qeverie. Pra sot mund të flasim për vlera amerikane shumë më shumë se sa dje, me qeverit që flitnin shumë për Amerikën e janë në listat të zeza. Sot mund të flasim shumë më shumë për implementimin e projekteve të përbashkëta ndërmjet Maqedonisë dhe Amerikës, se sa deri dje ku fotografoheshin dhe ngilnin fotografit në gazeta dhe në mediume. Pra aspekti I kush duhet të shkon në Amerikë është besoj në aspekt bilateraleve ndërmjet institucioneve. Ministria e Shëndetësisë për shembull ka projekte të cilat janë në fund të realizimit dhe në aspektin strategjik nuk kemi ndonjë pikë në të cilën personalisht unë duhet të jem si ministri I Shëndetësisë. Ka nisur zoti Taravari ato projekte? Jo, ato janë projekte të cilët janë në proces, ose projekte të Bashkimit Evropian, apo projekte të cilët I kam nisur unë si ministër I Shëndetësisë, dhe tani edhe ju si gazetar mund t'i provoni datat dhe realizimin e tyre dhe formën se si janë implementuar. Unë në prill jam në Bruxelles pasi që në shkruajmë për herë të parë Maqedonia dhe Ministria e Shëndetësisë EU for Health, programi më I madh evropian I cili bën transformimin digital të shëndetësisë dhe ka një target deri në 2030 në çdo qytetar evropian të ketë portfolio digitale shëndetësore. Pra bëhet fjalë për një fond 5 miliard euro dhe për mua është shumë e rëndësishme që për herë të parë jemi munduar 3 muaj që të lidhim vlerat targetet e Bashkimit Evropian me vlerat targetet dhe ligjet që ne I kemi në shëndetësi, kështu që uroj që pas 2 javësh edhe shteti jon për herë të parë të jetë pjesë e këtij programi, I cili program për fat keq e ka vitin e 5 dhe asnjë ministër nuk ka tentuar që të bën shtetin antar të plot në këtë fond, që mund të thith fonde europiane, por gjithsesi edhe ta ngren shëndetësinë në nivel evropian ashtu siç janë pretendimet e ministrave, kolegëve të mi në Bashkimin Evropian, në shtetet e Bashkimit Evropian. Pra edhe njerë potensoj, këto janë punët që ne mburemi dhe këto janë, ky është zëri jon I cili flet për neve, se çka bëjmë në qeveri dhe sa vlejmë në qeveri. Pra po të merrni Ministrinë e Shëndetësisë dhe të gjithë ministrat shqiptar, se I cili prej tyre mund t'ju flet nga 2-3 orë për punët që I ka bërë brenda kësaj periudhe 2 vjeçare, ndërsa opozita është shumë e logjikshme dhe nuk do të ishte ndryshe opozit, nëse nuk do të merreshte me narrative politike që të zhvlerëson proceset politike që I bën qeveria, apo që të deformon ato me qëllim që qytetarët pastaj mos ta perceptojnë aspektin real politik, po të njollosin proceset politike. Edhe njerë potensoj, edhe qeveria, edhe kryeministri nuk ka vend për shqetësim se nuk mund të ketë vend për shqetësim. Nuk shkojnë në Washington, por shkojnë vetëm ministrat e VMRO-DPMNE. Struktura e organizimit të kush duhet të shkon në Amerikë apo jo, unë personalisht s'kam ndonjë informat pasi që jam marrë këtë periudhë me shëndetësinë dhe thash me procesin I cili kemi harxuar një periudhë shumë të gjatë, disa muaj për ta realizuar dhe prilli është kjo përbërje delegacionit qeveritar. Unë nuk kam qenë në 2 qeverit e fundit pasi që kam qenë I angazhuar me këto projekte, e dini që kemi 15 ligje të reja, që kemi pasur ekspertë edhe nga jashtë edhe nga brenda, kështu që
targeti i ministrisë ka qenë të kryen sa më shpejt dhe të bëhemi antar të këtij fondi evropian. Dhe për atë shkak secili nga neve, nga çdo digaster që kemi targetet tona për qëllimet që të realizojnë punët që ne kemi në programin e qeverisë dhe në programin e ministrive tona. Zoti Aliu, a jeni ju negociatori nga pala shqiptare që keni pranuar kërkesën e palës Maqedonas apo VMRO DPMN-s për heqjen e parimit apo të themi instrumentit të quajtur balancuesi dhe miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? A ka ndodhur kjo, mundësisht na e thoni në mënyrë direkte, apo pranimi është bërë nga 4 negociatorët, Visar Ganiu, Bashkim Murtezi, Adnan Azizi dhe ju? Pra, si Aleancë për Shqiptarët tash flas, Aleanca për Shqiptarët edhe kur nuk kemi qenë pjesë e qeverisë, përpara 3 viteve kur ishim të bashkuar, kur nuk na përçajtën brenda për brenda, një nga kërkesat, narrativet politike dhe format që neve e kishim të bolduar në programin ton ka qenë që duhet kemi ligj i cili do të na përfaqëson në çdo nivel administrativ në instrumentin shtetëror. Dhe për këtë neve kemi folur zëshëm. Unë kam qenë pjesë e krijimit të këtij programi si Aleancë për Shqiptarët dhe në momentin e parë që kemi pasur mundësi që ta implementojmë këtë, ne kemi kërkuar pa turp dhe sot e themi me mburje që neve kemi kërkuar që të kemi një ligj i cili shqiptarët nuk do të deformohen edhe nuk do të konvertohen qytetarët e Maqedonisë ashtu siç ju konvenon atyve në përputhje me kërkesat e ndonjë konkursi i cili është i hapur. Ju për fat të keq sot mund të shkoni në çdo institucion në Maqedoni dhe do gjeni qytetarë të cilët janë të punësuar në administratën shtetërore, të cilët janë shqiptar e janë regjistruar si Maqedonas, Turq apo Rom, dhe kundërta, ju e dini rastin e fundit që ishte 7 Maqedonas në Kumanov, të cilët u punësuan dhe u regjistruan si shqiptar. Po këtu e keni edhe në komuna tjera, ju po të shkoni në Gostivare dhe sot do gjeni shqiptar që janë të punësuar dhe po të hapni dosjet e tyre, janë të regjistruar si nacionalitete tjera dhe në komuna tjera. Flas për këto komuna që kam informata të sakta. Pra, me mburje edhe njëre themi që kemi kërkuar dhe vazhdohet që të besohet që ligjet janë ato që formojnë strukturë ligjore dhe kornisë për të mos anashkaluar ndonjë proces. Gjithçka tjetër nën ligjin është e papranueshme për neve, por atë shkak me të njëjtin narrativ tentojmë që edhe gjuha shqipe, edhe çdo proces i cili lidhet me vlerat e shqiptarëve në Maqedoni dhe me nevoja dhe kërkesat e popullit shqiptar të jenë të notuara në ligj, pasi që gjithçka tjetër do jetë vetëm një narrativ politik i cili e kemi parë dikundi 23 vjet me një pompozitet shumë të madh mediatik dhe në fund të ditës prisheshin gjithë ato vlera të ashtu quajtura vlerat që shiteshin në mediume si një kull letrash që zhboheshin në moment, pasi që politikbërja e vizibilitetit mediatik dhe pa ligje dhe pa protokole që nuk mund të zhbën asnjë parti politike, asnjë qeveri, pasi që ju nuk do të jeni pjesë e qeverisë, është ajo që ne vlerësojmë dhe ne punojmë. Ju thatë se politikën nuk e keni vetëm pasion, sepse unë mendoj që ai që merret me politikë dhe që vjen prej një fushë që nuk është e përafërt me politikën, duhet ta ketë një lloj pasioni, po kjo është çështje që mund ta diskutojmë, por theksuat lidhet diçka vetëm, sa jemi këtu. Pra në informatik gjithçka duhet sakt të definohet problemi dhe pastaj hapat janë të qarta të definuara si në aspekt kohor edhe ashtu në aspekt të resurseve që ta realizosh dhe ta zgjidhësh problemin. Dhe kjo lidhet direkt me politikën. Pra edhe në politikë ke një problem që duhet ta definosh, pastaj bën një plan aksionar për ta realizuar dhe për të dhënë rezultate. Unë ndjek dhe kjo gjatë politikën, po
si shkon koha, informatika më duket shumë më e afërt. Po kjo është vetëm Mu më ndihmon shumë në politikë. një çështje e cila mund ta diskutojmë në një emision tjetër. Ju thatë që në politikë jeni për shkak të detyrimit dhe përgjegjësisë ndaj qytetarëve që të kontriboni, dhe ne sigurisht edhe opinioni publik besoj e respekton këtë, për shkak se ju vini nga një fushë ku keni qenë i etabluar, keni qenë shumë rahat në punën tuaj, keni biznesin tuaj, biznesin jo në kuptimin ekonomik apo komercial, por keni pasur një kompani e cila ka realizuar projekte, është marrë me trajnime kështu me radhë. Ju keni qenë këshilltar i ish kryeministrit Nikola Gruevski. Për çfarë keni këshilluar ish kryeministrin, i cili sot nuk është në vendin tonë, por është në Budapest të Hungarisë? Pra në atë kohë ka qenë një hapje thirrje nacionale e suportuar nga Banka Botërore për të ndihmuar në aspekt profesional qeverit në Ballkan. Kështu që në çdo shtet ballkanik, në Kosovë, në Serbi, në Shqipëri, në Maltëzi, në Maqedoni, po edhe në vendet të cilët nuk kanë qenë antar pjesë e Bashkimit Evropian, po me tendencë për të bërë së shpejti, edhe sot edhe Banka Botërore dhe fondet të tjera europiane investojnë për të dhënë ndihmë teknike apo ekspertizë të qeverive të ndryshme. Unë në atë kohë kam aplikuar ka pasur 9 vende të lira, pra një nga ato ka qenë ekspert në IT dhe për të dhënë këshilla për inovacion, IT, infrastrukturë të teknologjive informatike thirreshte në atë kohë dhe arsim. Pra gjatë gjithë filtrave 6 mujore me testime të ndryshme dhe me një case study që duheshe ta bësh për 3 muaj, se si pretendon ti për 4 vjet ta ndryshosh digasterin ku ti do t'japish këshilla, unë fitova këtë thirrje dhe unë mburem për atë periudhë që kam punuar dhe kam lënë pas meje disa projekte që sot edhe fëmijët e mi edhe t'juajit edhe çdo qytetar në Maqedoni që ka fëmijë në arsim i shfrytëzon. Pra në atë periudhë bëm qendrën nacionale të parën në nivel të shtetit për të bërë materiale multimediale për arsim, ku unë kam qenë edhe ideatori edhe implementuesi atij projekti, i cili projekti sot e kësaj dite funksionon. Tani Ministria e Arsimit e shfrytëzon edhe në kohën e pandemisë, po mos kishte qenë kjo infrastrukturë hardverike dhe softverike, ne nuk do të kishim mundësi të japim ligjerata në distancë. Dhe kjo është mund ta parandoni në atë periudhë sa është mburje e madhe kur e din që nëpërmjet infrastrukturës që ti ke dhënë mundin edhe ekspertizën tënde, tani shërben të gjithë qytetarëve në nivel të shtetit, si profesorëve ashtu edhe nxënësve. Pra pastaj momenti i dytë ka qenë implementimi ose lidhja, në atë kohë nuk kishim shumë digitalizim, të institucioneve në aspekt të komunikimit ndërmjet vete, dhe komunikimi i parë në atë kohë u bë digital flas, u bë ndërmjet parlamentit dhe qeverisë. Për fat keq deri sot e kësaj dite këto dy institucione komunikojnë me atë arkitekturë që është shumë e vjetër, pra ende komunikojnë me CD dhe me USB, jo me interoperabilitet të lidhur ndërmjet një infrastrukture të mbyllur kritike. Edhe momenti i tretë ka qenë transformimi i administratës shtetërore në aspekt të digital. Pra ideja, dhe aty kemi punuar gati 1 vjet e gjysmë për të krijuar një narrativ dhe material, kurikula për administratën shtetërore, që të mund pastaj, për shkak se në digitalizim e dini që nuk është vetëm infrastruktura dhe kompjuteri që keni përpara, por shumë më shumë se sa kjo vlen mënyra se si ju i shihni dhe i zgjidhni problemet. Dhe në atë kohë definuam një kurikula për administratën shtetërore për ta ndryshuar qasjen e zgjidhjes së problemeve administrative duke implementuar teknologji të ndryshme. Dhe këto të gjithë janë projekte që sot e kësaj dite derisa flasin implementohen, edhe i pari, edhe i dyti, edhe i treti, dhe është personalisht një satisfakcion për mua si ekspert në atë kohë dhe si politikan sot, edhe për atë shkak them ne kemi detyrim ndaj familjes tonë dhe ndaj vetes spari, duke filluar nga vetja, pastaj në familje, pastaj në shoqëri, që të japim atë që na ka dhënë shoqëria. Formati dhe ajo që unë jam sot,
unë jam falë institucioneve arsimore, shoqërisë dhe familjes time, dhe unë kam obligim edhe ndaj fëmijëve të mi, edhe ndaj familjes dhe ndaj komunitetit që ta kthej atë në forma të ndryshme, për shkak se obligim është politika, nuk është satisfakcion, duke u përballur me shumë sfida, duke u përballur me shumë fake news në jetën e përditshme dhe rahatllëkun që ne kemi pasur duke qenë në punën tonë me atë çka kemi mësuar dhe çka e dim më së miri, kalojmë në një fushë e cila është me shumë sfida dhe e cila ka shumë interrupte gjatë ditës, duke të bërë pengesa në punën e përditshme, po kjo mua nuk më pengon. Edhe njerë them, sot duke qenë dje ministër i informatikës, unë implementova 2 projektet më të mëdha që sot ende janë në fazën e implementimit në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, dhe sot derisa jam ministër i shëndetësisë, për herë të parë bëjmë strategjinë nacionale për transformim digital të shëndetësisë dhe për herë të parë kemi një data center e cila u investua dhe javën tjetër do ta promovojmë me standarde evropiane me qëllim që të bëjmë pastaj implementimin e softvereve mbi të. Do të flasim edhe për çështjet e shëndetësisë, për ato që janë më akute, sepse natyrisht duhet një emision tjetër të tërë ta bëjmë për problemet në shëndetësi, por të ngelim tek kjo. Domethënë thoni që Kryeministri Nikola Gruevski nuk është ai që vetë ju ka zgjedhur këshilltar i posaçëm apo këshilltar për teknologji informatike, por përzgjedhja është bërë në konkursin e Bankës Botërore dhe nuk ka pasur asnjë lloj ndikimi politik, sepse në atë kohë në pushtet ka qenë BDI-a dhe sa e di unë ju BDI nuk keni qenë, asnjëherë s'keni qenë. Pra, ja, duke nisur nga kjo logjik politike, pra kur dikush të paguan për të punuar diçka, të jep edhe rregullat dhe format se si do ta bëni punën që ai kërkon nga ju. Nga ana tjetër, unë në atë kohë realisht nuk kam qenë antar i asnjë partie politike, pra kam qenë në punën time dhe kam punuar atë çka kam ditur më mirë. Unë në 2017 jam bërë për herë të parë antari një partie politike, Alianca për Shqiptarët, dhe asnjëherë nuk kam duruar ndonjë parti politike dhe sot e kësaj dite unë ndjehem si antari i Aliancës për Shqiptarët pavarësisht emrave, vulave dhe përçarjeve që bëhen brenda, për shkak se emri Alianca për Shqiptarët është vetëm një lidhse me atë mindset, me të menduarit politik dhe vlerat politike dhe për fat mirë, unë kam qenë në një shoqëri në të cilën vlerat politike për neve kanë qenë puna, të bësh diçka që nesër do të mburesh dhe të anashkalosh diçka që nesër do të turprohesh, dhe këto vlera besoj që unë dhe grupi që jemi bashk edhe sot e kësaj dite i kemi, pavarësisht të gjithë tollovive politike që jemi të vetëdijshëm të gjithë. Unë mendoj se shumë më shumë se sa një emër është vlerat që ne i bartim me vetë. E përmendet Aleancën për Shqiptarët, ne pikërisht do ta vazhdojmë intervistën në këtë drejtim, edhe pse jeni të vetëdijshëm si unë, edhe ju besoj që jeni bërë pak telenovel politike. Shkurt një koment, jeni dakord me këtë ose unë e kam thënë para 2 viteve, her pas here ju gazetarët më citoni, në Kumanov kam thënë që duhet bëhet një reset i sistemit, ashtu siç bëhet një reset i sistemeve hardverike, edhe reset i sistemit politik, dhe unë mendoj se kjo ishte ajo faza e resetimit apo rivlerësimit të proceseve politike. Unë përsëri edhe sot mburem që jam në rrugën që vërtet vlerat politike dhe proceset politike janë ato që na hecim dhe besojmë. Në momentin që unë do të mendoj dhe do të shoh që diçka nuk shkon edhe nuk është në përputhje me vlerat personale dhe profesionale që i kam, më besoni që nuk e kam problem të them prej sot unë as nuk jam ministër i shëndetësisë apo as nuk do të merrem me politikë. Derisa jam këtu, unë shoh që jemi në rrugë të drejtë, shoh që kemi mundësi të implementojmë vlerat tona në jetën e përditshme. Dhe unë pa modesti e them që në Ministrinë e Shëndetësisë ju po të shihni sot, mos më dëgjoni mua, shkoni dhe pyetni, do shihni që vlerat dhe narrativi profesional është ndryshe nga ai që ka qenë dje. Nga ai që ka qenë dje, ministër paraprak ka qenë bashk partia ku juaj, zoti Taravari,
i bie që të bëjmë një ballafaqim mes jush dhe zotit Taravari për të bërë krahasimin e respektimit të vlerave në institucionin tuaj, por po e marrim si të mirëqenë për ta verifikuar se andot Jo ballafaqimet në kështu, unë kisha thënë të bani komparacion të punëve që janë bërë dhe po bëhen. Ajo është ballafaqimi më i mirë pastaj ndërmjet politikave, punët që i lën pas të bëhen analiza krahasimtare lidhur me punët që janë bërë në dikasterin e shëndetësisë. Zoti Aliu, në muajin e agjerimit filluat procesin që quajtet për bashkimin e strukturave të Aleancës për shqiptarët. Vleni ndërkohë u formua, por nuk dihet se kush do ta përfaqësoj apo paktën nuk është kumtuar në opinionin publik se kush do ta përfaqësoj pra aleancën tuaj për shqiptarët në presidencën e partisë së re politike, Ilir Demiri apo Mimoza Musa. Cili është vendimi përfundimtar i grupit tuaj politik? Pra, keni të drejtë, ne njëherë kishim një përçarje, pastaj edhe një përçarje që janë procese realisht të dhimbshme dhe që kanë lënë te ne një ndjenjë jo të këndshme edhe si politikan, po edhe si qytetar, edhe si antar të Aleancës për shqiptarët. Dhe ne kemi qenë dhe jemi shumë të kujdesshëm kur flitet për Aleancën për shqiptarët, pasi që çdo përçarje është vërtet e dhimbshme si për qytetarin ashtu edhe për antarin e Aleancës për shqiptarët. Është shumë e vërtet gjithashtu atë që përmendet që tentojmë dhe kemi tentuar që të gjithë ato që mendojnë njëjtë, a jam i sigurt që secili nga ne që jemi rritur në Aleancën për shqiptarët në aspekt politik flas, shumë lehtë kemi që të bashkohemi pasi që na bashkojnë vlerat, dhe është po ashtu shumë e vërtet që në periudhën e Ramazanit e shfrytzuam aspektin e takimeve pas iftareve që të bëjmë një shkëmbim politik ndërmjet neve, do të si antar të Aleancës për shqiptarët, pavarësisht momentalisht në cilin le themi grup tabor jemi, dhe sot me mburje themi që jemi më të bashkuar se sa dje, pasi që nga një deputet Aleanca për shqiptarët sot i ka 2 deputet, dhe shumë të tjerë të cilët kanë qenë në dikastere të ndryshme si përfaqësues të Aleancës për shqiptarët, si që është Flakroni dhe të tjerë, janë pjesë e Vlenit tani më, ndërsa sa i përket riorganizimit të brendshëm të Vlenit, tashmë ky proces ka filluar dhe për atë shkak them është shumë me vlerë për neve dhe shumë i dhimbshëm për opozitën, pasi që ato gjithçka pritnin edhe bënin gjithçka që mos arrim ne në një ditë e cila do të flasim sot për një grup punues i cili tani ma shënon statutin e partisë, grup punues i cili tani ma definon rregullat dhe vlerat e partisë Vlen, dhe grup punues i cili për shumë shpejt kohë do të del me një preskonferencë e cila do të jep le themi do të pasqyron organizimin e ri të partisë Vlen, dhe kjo për neve është një vlerë edhe politike, po edhe në aspekt shoqëror dhe kombëtar, ndërsa nga ana tjetër është një proces shumë i dhimbshëm dhe i frikshëm për opozitën, pasi që gjithçka pritnin përveç bashkimit të Vlenit. A keni lajm për dialog të lajmi apo jo? Ilir Demiri apo Mimoza Musa? Mimoza Musa është përfaqësuese, do të jetë nënkryetare e Vlenit, pasi që e dini këtu i kemi 5 përfaqësues, ku edhe aspektin gjinor, edhe aspektin e vlerave dhe aspektin e përfaqësimit të Aleancës për shqiptarët, ashtu siç kemi qenë çdo herë ndryshe jemi edhe sot. Pra, Ilir Demiri është vlerë që ka qenë dhe është pjesë e Aleancës për shqiptarët, dhe Ilir Demiri është në proces, le themi, të dhënjes kontributit të tij profesional për të krijuar këto rregulla dhe statutin e partisë. Unë përfaqësoj grupin punues, jemi 4-5 antar të grupit punues që përgatisim si në aspekt administrativ ashtu edhe në aspekt legjislativ. A mund të thoni strukturën, emrat tjerë? Do të kisha lanë që të kemi një pres konferencë bashkë. Ju informoj që jemi shumë afërt
dhënjes së rezultatit përfundimtar të organizimit të ri politik të partisë tani ma jo koalicionit vlen, dhe edhe një herë theksoj që edhe sot qytetarët ma besojnë në koalicionin vlen, jam shumë i sigurt që nesër në partinë vlen do të jetë besimi edhe më i madh. Në takimin e fundit të strukturave të grupit tuaj politik, a ka qenë edhe zoti Arben Fetaj? Në? Takimin e fundit që keni pasur pra ju si grupacion politik. Takimin e fundit dje kemi pasur takim. Kështu që zoti Fetaj para këtij takimi? Po, në një prej takimeve ka qenë. Tani është i para fundit, a është përpara tyre, nuk jam i sigurt. Cili ka qenë reagimi i tij? A mendoni se ai duhet të vazhdojë të jetë zëvendës kryeministër që do ta përfaqësoj grupin tuaj politik dhe vlenin në qeveri, por kryesisht flasim për grupacionin tuaj politik? Pra, vleni është dalluar edhe si koalicion deri tani në nivel të qeverisë, po edhe në nivel të partive politike në shtet për dy gjëra. E para ka qenë ka ditur vleni çdo herë të bën kompromise brenda për brenda për hir të qëllimeve më madhore në shtet. Dhe këtë kemi vërtetuar, besoj që edhe ju jeni pjesë e proceseve që ndiqni politikën në Maqedoni dhe e dini që vërtet vleni bëri hapa që deri tani nuk kam bërë partitë politike në Maqedoni. Pra, s'kemi pasur ndonjë koalicion i tillë i cili vërtet dinte që mos sheh kush ku është dhe sa është i madh, po të ndanë gjithçka bashk. Dhe kjo ishte vlerë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe kjo na ndihmoi brenda për brenda, jo vetëm si koalicion vlen, por edhe si parti pjesë e koalicionit vlen, që ne të reflektojmë. Në çfarë aspekti? Të reflektojmë se qëllimet janë më të rëndësishme se sa riorganizimet individuale në parti politike apo në koalicion. Kjo na ka ndihmuar edhe neve, edhe gjatë përçarjes së dytë që për fat keq Taravari e bëri duke u larguar nga vleni dhe duke shkuar me BD-n. Dhe kjo na dha, le të themi, na bëni pak më fleksibil në aspektin e tolerancës politike që mund ta ketë një politikan ballkanik. Dhe ne sot me mburje themi që vleni është koalicion atipik dhe nesër parti atipike në aspektin e transformimit të politikanëve ballkanik në politikan më të moderuar, në politikan më fleksibël që din të mendojnë dy herë përpara se të flasin. Kjo ka ndodhur edhe në Aleancën për shqiptarët, pra diskutimit e neve nuk është ndalur as dias, nuk ndalet edhe sot edhe nesër do të jetë pjesë e demokracisë së brendshme. Neve në çdo takim që e kemi, ju nuk mund të pritni edhe në një strukturë familjare që të keni mendime të njëjta për zgjidhjen e problemeve e jo ma në një strukturë politike organizative, dhe ne këtë e shohim si vlerë. Kështu ka ndodhur edhe me Arben Fetaj, ne nuk kemi pajtuar me disa narrativa politike që kanë qenë brenda. Ai vetë ka zgjedhur që mos jetë pjesë e Aleancës për shqiptarët tani në Vlen, nuk është që Aleanca për shqiptarët e ka larguar. Edhe kjo duhet të respektohet nga ana e jon, pasi që secili hyn në politik duke menduar se mund të jep një kontribut në momentin që mendon që janë shuar momentet për të dhënë kontribut apo nuk ndjehesh komod, ke të drejtë të largohesh. Atë e thash unë edhe për veti përpara një 10-15 minutave që në momentin që do të shoh që nuk kam hapësirë për të vepruar dhe për të dhënë një vlerë shtesë, është më njerëzishme të thuash ok, nuk jam pjesë e ndonjë strukture politike. Sipas kësaj që thoni, zoti Fetaj është vetë përjashtuar. Në fakt, neve s'kemi përjashtuar asnjë kolekt tonin politik, kështu që as Taravarin, as Fetajin, as asnjë tjetër. Taravari vetë ka shkuar. Po, edhe Fetajin edhe Fetaj vetë ka shkuar, kështu që nuk është që neve. Po, Fetaj nuk dihet se ku do të shkoj dhe çfarë do të bëj, por i bie që të mos jetë më pjesë e Vlenit. Ka pasur tension zoti Aliu në këtë mbledhje, sepse jo, ka pasur diskutim. Edhe them edhe një herë, e dini, jemi në kohën për fat keq ekspert të kësaj fushë në kohën fatkeqësisht të dezinformatave. Unë refuzoj ta quaj kohë apo epokë lajmit të rem, sepse lajmi duhet të jetë vetëm i vërtetë dhe vetëm i saktë, asnjëherë nuk mund të jetë lajm i rem, por ka dezinformata.
Pra, Dëgjoni, metodologjia e arritjes së qëllimeve është e Nuk ka pasur gabuar. ngritje zëri, nuk ka pasur tension. Pra, edhe njerë, kjo periudhë me gjithë këto teknologji për rreth neve, është periudhë edhe për fat keq edhe njerë potencojmë. Arritja e qëllimeve, metodologjia e arritjes së qëllimeve është shumë e gabuar, duke prodhuar lajme negative, pasi që ato më shpejt absorbohen nga qytetarët se lajmet pozitive. Dhe këte ne çdo ditë, unë si ministër çdo ditë e shoh, kur unë flas në një pres konferencë për shembull për portalin për lista të hapura për qytetarët, që çdo qytetar në Maqedoni mund ta sheh tek çdo mjek sa ka në pacient që presin për operim dhe tani ti e din a je i 5 apo i 7, me qëllim që mos ketë abuzim nga mjeku. Tash kur ti flet në pres konferencë për këtë hap vërtet shumë të madh të transparencës dhe të zvoglimit të mundësisë për abuzim, gazetarët pyesin diçka që atyve ju intereson që të bëjnë ndonjë lajm negativ, por ndonjë ilaç i cili është vënuar një ditë apo dy. Për fat keq edhe në politikë është kështu, jo vetëm në preskonferencat profesionale. Ekziston një rregull, zoti Aliu, në gazetari që fatkeqësisht lajmi i keq është lajmi i mirë. Unë mendoj se duhet ta ndryshoni këtë, për shkak se lajmet të këqija jemi ngopur më. Nga shekulli 17 kur kanë nisur gazetat e para, kështu është. Ka mundësi që ta rishqyrtojmë rregullin. Unë ndoshta nuk e kuptoj pasi që nuk jam profesionist në fushën tuaj, po në fushën teme biti gabuar mund të bën gabime shumë të mëdha. Ne funksionojmë me sistem binar, me njësh dhe 0. Nëse njëshin e ban 0 dhe 0, njësh informata është komplet ndryshe. Edhe mund të ban ndonjë katastrofë në rezultatin, në outcome-in e themi neve, në rezultatin e procesit që do të del. Zoti Aliu, a e keni pasur apo keni qenë në të kaluarën mik i afërt me zotin Taravari? Po, unë edhe sot e kësaj dite zoti Taravarin e ndjesi mik i afërt. Unë për fat keq nuk jam takuar në këtë periudhë, për shkak se rrugët politike na janë ndarë, dhe po unë besoj në diçka, që krimi i proceseve politike dhe besimi në këto procese politike dhe vlerat njerëzore apo shoqërore duhet të ndahen, dhe unë këtë e kam si teorem për veti dhe besoj këtë, jo vetëm që e them, dhe unë nesër po të takohem në ndonjë event apo në ndonjë proces i cili na bashkon në aspekt shoqëror apo profesional apo politik, nuk kam as pak problem të ulem të pi kafe dhe të flas. Bile të flas edhe për politik, për shkak se të menduarit ndryshe në politik nuk është dëm, por është vlerë. Dhe ne po tulemi edhe në studio të ju, edhe unë baj ftesë çdo politikani në Maqedoni, nëse mendon se mund tulemi bashkë dhe të flasim për proceset politike, jam i hapur, si në aspekt të pozicionit ministër i shëndetësisë, ashtu edhe në aspekt të pozicionit një antar i vlenit si parti politike, bëj ftesë që me secilin, pavarësisht kush është ai, mund të ulem në tavolinë dhe të diskutojmë procese politike. Këtu hyn edhe Taravari dhe plot shokët tonë, nuk është vetëm Taravari, që jemi rritur politikisht bashk. Unë nuk e kam as problem për të pirë kafe, as problem për të takuar, po as problem për të ndëjtur bashk. Zoti Taravari, megjithatë, edhe pse tha që ka dëshirë dhe ju bëri ftesë që të riktheheni në ish partin tuaj, dha një kualifikim i cili është pak jo i lehtë, që jeni hyzmeqar i VMRO DPMN-s. Si e vlerësoni këtë qëndrim? Me tha në dialog të lajmi para 2 javësh. Unë kërkoj falje që vërtet nuk e kam parë këtë emision që e keni pasur. Megjithatë, pavarësisht kjo nuk është dezinformave. Formave, unë është citimi i drejtë i deklaratës. Unë nuk do të kisha mundur të vlerësoj deklaratat e të tjerëve, pasi që çdo deklaratë e thënë nga neve flet për neve dhe për profilin tonë që jemi. Taravari po ashtu ju akuzoi se keni qenë personi i cili keni vendosur kontaktet e para me Ali Ahmetin dhe keni kërkuar bashkëpunim me zotin Ahmeti dhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Sipas këtij kontaktin e keni vendosur përmes vllait tuaj i cili është mik me
zotin Ahmeti, kështu fliste Taravari. Nëse më lejoni pak kohë, do dal deri tek përgjigja, vetëm të shpjegoj sa lloj politikanësh dhe se si shohin politikat disa njerëz në Maqedoni. Për fat keq sot edhe Taravari hyn në atë tabor. Pra, po të analizoni veprat e Taravarit dhe veprat të Azir Aliut, do të shihni edhe narrativin politik, edhe qasjen tonë ndaj politikave dhe punën tonë që e kemi bërë. Pra, në momentin që Taravari do duhet të jep përgjegjësi për punët që i ka bërë në Gostivar, ai u largua dhe u bë ministër i shëndetësisë. Dhe në momentin që do duhet të jep raport çka ka bërë në Ministrinë e Shëndetësisë, ai u largua dhe u kthye në Gostivar. Pra, këto lëvizje i ban vetëm atëherë kur duhet përpara qytetarëve dhe përpara gazetarëve të jep raport se çka ka bërë në jetën e tij. Për fat keq kështu e sheh politikën. Kështu që në këtë narrativ paramendoni sa në vetëm fjalit po t'i analizoni janë shumë të palogjikshme dhe të palidhura njëra me tjetrën. Pra unë përpara se të më parashtroni këtë pyetje, ju e dini që as nuk jemi ulë neve bashkë të miremi vesh çka do më pyetni, pasi që qasja ime ndaj gazetarëve është e tillë e cila unë jo vesh me juve, me asnjë gazetar thjesht as nuk dua të dëgjohem. Këtë konfirmoj para qytetarëve që ne kemi pasur vetëm dakordim për intervistën. Pavarësisht se ne njihemi moti, jemi kolegë në një universitet bashkë, në universitetin tonë të respektuar të Evropës juglindore, ku ju jeni profesor i rregullt, unë jam bashkëpunëtor i jashtëm, por është e vërtet kjo që e thoni që ne nuk kemi pasur asnjë lloj dakordimi për pyetjet, tezat, hipotezat, narrativet që do të përdoren në këtë intervistë. Prandaj them, jo vetëm me juve, me çdo gazetar, thjesht unë nuk ndjehem rahat nëse do vi edhe do të jemi programuar çka do më pyetni dhe çka do të them, për shkak se çdo përgjigje reale dhe çdo përgjigje që ju e ndjeni, unë besoj që qytetari e ndjen, e thoni të vërtetën apo nuk e thoni të vërtetën. Kështu që edhe pyetja që ose konstatimi që pas ka bërë Taravari është në këtë linjë. Unë me çdo politikan sot, edhe sot derisa flasim, në Maqedoni nuk e kam problem të ulem, qoftë ai shqiptar, maqedonas, rom, turk e kështu me radhë, të ulem dhe të flas për çdo temë. Qoftë temë nacionale, profesionale, politike dhe kështu me radhë. Kështu që unë as nuk turprohem, as nuk frigohem dhe as nuk ndjehem indiferent. Pra shka ju baj ftesë çdo politikani në nivel të Maqedonisë, s'është problem, ulemi dhe flasim për çdo temë politike që ato mendojnë se mund të jem një bashkëbisedues i tyre. Forma e dytë është e palogjikshme dhe është shpifje. Unë tani nuk dua të përdori fjalë pasi që edhe si profesor universitar nuk na takon neve të ulim nivelin e bisedës tonë dhe të themi ka gënjur apo nuk e ka thënë të vërtetën, po unë mund të them diçka që gjithçka që e pas ka thënë në atë emision është lehtë e konfirmueshme dhe menaxhueshme dhe e dukshme si në aspekt të punëve, prandaj them ai nuk din të jep raport, po mendon se me narrative politike mund t'i fsheh të pabërat politike dhe profesionale që i lënë në Ministrinë e Shëndetësisë. Pra sot aspekti politik dhe struktura politike ku është Azir Aliu dhe ku është Arben Taravari flet më shumë se sa për këto fjalë që ai pas ka thënë për mua, për fat keq unë si kam dëgjuar, ndoshta për fat mirë. Pasi që sot unë jam në Vlen dhe Arben Taravari është krahu i gjatë i Ali Ahmetit, unë e kam thënë edhe në një emision tjetër që unë pres për shumë shkurt kohë të jetë zëvendës kryetari i dytë i BDI-s, Arben Taravari. Flasi dyti në aspekt nën kryetarëve që s'kan qenë në BDI, pasi që BDI-a është hapur dhe ka bërë mirë që është hapur. Një nën kryetare ka, tani dytin ja për shumë shpejt kohë ju garantoj që do të jetë Arben Taravari. Dhe kjo flet shumë më shumë se sa gjithçka tjetër që mund ta thotaj për mua, aq më pak që s'ka të vërtet për familjen time. Unë jam politikan, asnjë në familje nuk është. Dhe unë çdo ditë takohem me politikanë të ndryshëm edhe do të vazhdoj të takohem pasi që unë është mik me Ali Ahmetin. Jo, ndoshta janë familjarët e Taravarit. Asnjëherë s'kemi neve si familje asnjëherë nuk kemi qenë antar të BDI-s. Po le që nuk është, po. Nuk është e keqe, përkundrazi, unë mendoj se nuk ka të bëjë. Që mund të jenë miqësore, jo politike,
mund të jenë reale dhe nuk përbëjnë asnjë shqetësim, asnjë problem. Vllau im ka qenë antar i Ushtrisë Lirimtare UÇK-s, kështu që unë më besoj që prej këtu e lidhin ndoshta lidhshmërinë, ajo ka qenë gjithçka që lidhet me ndjenjat dhe me kombin e s'ka lidhje me politikë. Asnjë në jetë nuk është marrë me politikë. Ja që kur jemi në është profesionist, jetën publike, është ndërtimtar dhe merret me ndërtimtari, është shumë i suksesshëm në punën që e bën. Kështu që për fat keq Arbeni frigohet pasi që ja din edhe punët që i ka bërë në qytetin e Gostivarit, abuzimet që ka bërë me ndërtesat pa leje dhe me proceset që i ka bërë, dhe ndoshta kjo është ajo që e lidhen edhe mundohet ta politizon. Po ju bindi që asnjë nuk është marrë me politikë dhe nuk do të merret, se në profesionin e vet ndjehet mirë dhe mendon që nuk ka prirje politike dhe asnjë nuk është marrë. Zoti Aliu, kjo është kostoja e jetës publike që ndonjëherë duhet të përmendim fatkeqësisht edhe persona apo personalitetet të cilët nuk është se kanë lidhshmëri të drejtë për drejtë me politikën. Në rastin konkret më vjen keq që e përmenda vllain tuaj, por unë kam dy vëllezër tash di cilën e ka dashur, po besoj që e ka për Shaban e ka emrin. Sigurisht është ndërtimtar i cili hapta zje kritikon. Ushtar dhe që ka pasur komandant Ali Ahmetin, me siguri ndërlidhja bëhet në atë. Ai hapta zje kritikon dhe ja nxjerrën të zeza çka i ka bërë në Gostivar. Besoj aty e ka pikën e dopt. Ndërsa ky tjetri është arkitekt dhe as pak as nuk don të harxhon energji për kështu kapacitete siç është Taravari. Në minutat e mbetura mendoj që të flasim për çështjet e shëndetësisë dhe pyetja e parë që lind vetvetiu që ua kanë bërë shumë njerëz, ju keni qenë ndoshta befasia e qeverisë së re kur u propozuat dhe u zgjodhet ministri i shëndetësisë, për faktin që, siç tham, jeni pak larg, apo për të mos thënë tepër larg ekspertizës suaj profesionale, shkencore, akademike kështu me radhë. Varet si shihen pozicionet politike, sidomos ministrit dhe të qenurit ministër në një dikaster. Pra, edhe po ta merrni me definicion, ministri është një menaxher i një institucioni i cili duhet të menaxhon me proceset administrative. Ministri është shërbyes. Është shërbyes i popullit dhe me këtë ai duhet të menaxhon me gjithë proceset që lidhen me dikasterin që ai është njeriu i parë i këtij dikasteri. Pra, në shëndetësi, edhe profili im aty nuk është rastësisht. Unë përmenda që Bashkimi Evropian ka definuar 2030 si një target për digitalizimin e shëndetësisë në nivel të Bashkimit Evropian, dhe digitalizimi i proceseve në shëndetësi nuk bëhet me persona të cilët udhëheqjen e nuk janë të paktën nuk kanë informata bazike për digitalizim. Kjo mendoj që ka qenë indikatori kyç pse profili një IT inxhinieri duhet menaxhon me shëndetësinë dhe është e rëndësishme këtë periudhë. Dhe rezultatet sot, për hir të vërtetës, edhe njerëz them pa modesti, thuan që të gjithë proceset të menaxhuara në këtë periudhë, duke futur si një prej mjeteve dhe digitalizimin, kanë dhënë shumë sukses. Për një periudhë 9 mujore neve përgatisim dhe jemi në fazën e fundit të 15 ligjeve. Pra, këto ligje nuk do të mundeshin të menaxhohen pa pasur një sistem të digitalizuar, të sinkronizuar, që në kohë reale të shihni kush ku ka ngecur, cili grup punues ku është. Pra, menaxhimi i kësaj ministrie nga ana ime si ministër bëhet nëpërmjet një dashboardi përpara që e kam, dhe të gjithë proceset i kam në nivel të ministrisë, dhe unë në kohë reale e di cili proces më ngecën dhe cili proces shkon mirë. Dhe kjo ndoshta më ndihmon që për shkurt kohë të kemi rezultate, pasi që detektimi i pengesave në proces bëhet shumë më lehtë ti kur e ndjekën procese në kohë reale, dhe këto flamujt e kuq shumë shpejt i sheh aty brenda se një proces është dashur, pasi që ne çdo javë kemi takime mbledhje në ministri dhe çdo javë raportojnë grupet punuese për punën që i kanë bërë, po brenda javës ti nëse nuk do ta ndjekish nuk mund ta suportosh që mos ketë ngecje. Për atë shkak bëjmë ligje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për ministrinë dhe për qytetarët, si në aspekt të infrastrukturës ashtu edhe në aspekt të riorganizimit të shëndetësisë. Dhe kjo më jep të drejtë të them që Ministria e Shëndetësisë sot menaxhohet
në përputhje me vlerat europiane. Unë kam shumë takime edhe me kolegë të mit në shtete të ndryshme që menaxhojnë të njëjtat institucione dhe më besoni që kur flasim për targetet tona dhe qëllimet që i kemi si ministra në shëndetësi, dikundi 90% janë të njëjta, 10% është dallimi ndërmjet nevojave dhe momentumit që ju e keni kur jeni ministër i këtij digasteri. Pra gjithandej flitet sot ma për një telemedicinë, gjithandej flitet për digitalizim të proceseve në administratë dhe në klinika. Tendencat janë që inteligjenca artificiale të jetë pjesë e çdo pune të çdo mjeku si ndihmë për më saktë dhe më shpejt të proceson me proceset klinike. Sot në botë ju keni nëpërmjet robotëve operime të ndryshme, sot ma keni nëpërmjet pak sistemeve leximin e fotografive të mamografive dhe fotografive tjera të rentgenit online, pa qenë fizikisht atje. Ne javën tjetër do ta promovojmë telemedicinën ndërmjet Shkupit, Dibrës dhe Delçevës për herë të parë në Maqedoni. Pra këto janë procese të cilët të japin le të themi një vetë besim që gjithçka që bëhet në ministrinë që ti proceson dhe menaxhon është e njëjtë me ato ministri që janë në përbot, kuptohet niveli i infrastrukturës nuk është i njëjtë, demografisë nuk është i njëjtë, nevojat nuk janë të njëjta, po qëllimet janë të njëjta. Me ligjin kundër pirjes së duhanit ju synoni masa shumë më rigoroze në ambientet publike, por siç e dim të gjithë në rajonet e banuara me shqiptar fatkeqësisht, por edhe në disa rajone me Maqedonas, Turq, Bosnjak, Vlle, Rom, Serbe, kështu me radhë, pra në pjesën më të madhe të lokaleve nuk respektohet as ligji aktual, pra pihet duhan më të madhe. Mendoni se do ta ndalni pirjen e duhanit në çajtore, kafene dhe restorante në një pjesë Shkupit, Tetovës, Gostivarit e rajone të tjera? Pra, ligji nuk është ligji për ndalim të duhanit, por është ligji për organizim infrastrukturor të ambienteve si shtetërore ashtu edhe private dhe të definimit ku mund dhe ku nuk mund të konsumohet cigaria. Çdo herë nisemi dhe unë besoj që ndoshta edhe i bezdishëm jam bërë kur them çdo herë politika duhet t'i kryejmë në bazë të dhënave dhe nevojave. Dhe kjo është një prej nevojave më të mëdha që e kemi neve si shtet dhe si ministri, pasi që 45% të qytetarëve janë duhanpirës aktiv, me definicion këto janë mbi 18 cigare në ditë që i pinë. Gjithashtu, si shtet ne harxhojmë dikundi 5.3% bruto GDP-s në nivel të shtetit për trajtimin e sëmundjeve që lidhen direkt me sëmundje që lidhen direkt me cigaren dhe duhanin. Gjithashtu, për fat keq, mbi 16 vjeçar qytetar, fëmijë të Maqedonisë janë konsumues të cigareve elektronike, që është një gate, një rrugë, një hap, një derë drejt konsumimit edhe të cigareve tradicionale pastaj. Dhe për fat keq përsëri them, duhanpirësit pasiv të cilët nuk pinë aktivisht cigaren, por jetojnë në ambiente që pihet cigare, gjithashtu janë të rrezikuar nga këto sëmundje. Ne kemi pasur një pacient edhe në klinikë në Tereza në Shkup, një zonjë shqiptare e cila u operua nga zemra dhe mjeku e pyetën sa cigare i pinë në ditë, pasi që rikuperohet aspekti shëndetësor, edhe thotë jo unë asnjëherë s'kam pirë. Thotë okay, atëherë ku punon, pasi që i ka lidhur ndoshta me vend punës që pihet cigare aty. Thotë jam anvise, nuk punoj, në fund rezulton që jeton me 2 djemë dhe burrin që pinë edhe në shtëpi cigare, dhe ajo faktikisht si antare e familjes që 3 persona pinë brenda cigare në hapësirë të mbyllur, ka arritur që të dëmton shëndetin e saj sikur se është duhanpirësa aktive. Pra këto janë rezultatet që neve duhet t'i ballafaqohemi dhe ky ligj që ne sjellim është shumë e vërtet që ligj edhe tani derisa flasim ekziston ligji i vjetër. Në 2017 2 prej neneve në këtë ligj janë abuzuar apo janë fshirë dhe sot me të drejtë thoni gjithandej konsumohet cigaria. Dhe ju rrallë gjeni lokale të cilët mund shkoni dhe të ndjeheni rahat që kur do dilni nuk do duhet të bani një dush nga erat që do ta merr tesha dhe lëkura juaj. Dhe ky është obligim që unë e kam marrë si ministër dhe ministria e ka marrur dhe me përkrahje të plot nga qeveria.
Ligji është shumë i rëndë për ta implementuar, është e vërtet, dhe ne për këtë arsye kemi pasur kujdes kush do të jenë institucionet që do të ndjekin implementimin apo abuzimin me ligjin, dhe përveç inspektoratit që është në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, në ligj janë definuar dhe 9 institucione tjera, me qëllim që të munden edhe ato të jenë ndjekës implementimit të ligjit, por gjithashtu nëpërmjet teknologjive, nëpërmjet QR kodit, edhe qytetari do të jetë një nga personat të cilët do të na informon në kohë reale nëse abuzohet në ndonjë lokal, në ambient të mbyllur ku do të pihet cigare. Në fund, kush është qëllimi i ligjit edhe një herë? Që mos shiten cigare edhe mos reklamohen aty ku janë, sikurse është diçka që është shumë trendi. E dini që cigaret elektronike tani bëhen me LED dioda që ju mendoni se është ndonjë lojë, edhe janë shumë atraktive, edhe janë shumë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve të rive në Maqedoni. Ideja e ligjit është të detyrojmë qytetarët që pinë cigare të pinë atje ku do të jetë sistemi i mapuar, do në hapësira e mapuar për pirje të duhanit. Dhe nëse kemi kohë, kisha thënë 2-3 elemente informative, në lokale të mbyllura nga dita e parë që ligji do të votohet, do të jetë ndaluar edhe pirja e cigares edhe pirja e cigareve elektronike, do në çdo produkt i cili lidhet me nikotin, ndërsa do të lejohet në terasa ku janë të hapura nga 2 anë, dhe ku kanë deri në 1,20 m parapet, jo më shumë, me qëllim që të ketë rrymim të ajrit dhe mos ngel duhani brenda. Në institucione shtetërore, për fat keq sot po shkoni në institucione shtetërore, do të shihni që brenda edhe në institucione shtetërore pihet cigare. Është rreptësisht do të jetë ndaluar brenda të pihet, po edhe jashtë. Duhet të ketë 20 metra largësi, pika ku do të mund të konsumohet. Është pirë tani ma jo. Bile tallimi her pas here, themi përpara kur konsumoheshte në 2 hapësira të vogla, ne talleshim, do t'ju fotografojmë dhe thoni kur më shihni mua ministri do t'ju fotografon dhe do t'ju nxjerr në mediume. Jo personalisht tani unë e ndezi her pas here me shoqëri, por unë nuk jam kundër, se kryesisht tash më shohin si ajo shenjë anti-duhan. Pra si person nuk jam kundër asgjëje nëse konsumohet kur ju doni dhe megjithatë mos dëmtoni tjetrin. Pra unë di të ulemi bashkë të pim një kafe dhe ta ndezi një cigare, nuk e kam problem, ose ju të pini edhe unë të ri me juve, prapse kam problem, por ama duhet t'i mbrojmë të rritë tonit. Jam shumë dakord me këtë ligj sepse nuk pi duhan. Pikërisht kjo është, edhe diçka doja të ceki këtu, sidomos me personat të cilët punojnë në ashtu ambiente që pihet duhan. Unë mora shembullin konkret me emër me mbiemër që dim të një zonjë që është 56 vjeçare. Paramendoni ju të rritë të punojnë nga 8 orë në kafiç apo në ndonjë restoran, i cili ambient është i mbushur me nikotin, me duhan, edhe mund ta parandoni se shëndeti i atij si do të duket dhe mushkëritë e atij pas 4 viteve. Edhe e fundit në screening, tani për herë të parë bëjmë screeningun për kancerin e mushkërive. Ne jemi shteti në top 5 shtetet në Europë, që për fat keq qytetarët tonë vdesin nga kanceret në mushkëri, dhe është një nga smundjet më të shpeshta që i kemi neve, e cila lidhet direkt me konsumimin e cigares. Pra këto janë ato të dhëna që neve nuk na lanë rahat që të themi, ok, do të mbyllim sy dhe do ta lëmë ligjin mos funksionon kështu siç nuk funksionon. Ne të dy, zoti ministër, nuk jemi shumë të moshuar, por natyrisht nuk jemi edhe shumë të ri, e mbajmë mend periudhën kur ishin odat apo ato sallonet e mëdha dhe ku rinin shumë njerëz, pihej duhan, aty ishin edhe fëmijët. Kështu ka ndodhur dhe si duket pasojat do t'i kemi edhe në të ardhmen dhe ja, këto të dhëna që i përmenda çajtoret e famshme të cilat ekzistojnë në rajonet tona, por uroj këtë sukses zbatimi i ligjit. Natyrisht nuk do të jetë lehtë, do të ketë rezistent. Sigurisht, sepse edhe fakti që është një ligj rigoros, sankcionues, mund të ketë edhe reperkusione elektorale, por ju jeni, domethënë, i bindur që ligji duhet miratohet dhe nuk ka kthim mbrapa.
Pra nuk është ndonjë ligj populist, i cili mund ta shetni lehtë Jo, është përkundrazi, është antipopulist. Prandaj themi, pra është një ligj i cili është antipopullor. rënd penetron në shoqëri, por ama nga ana tjetër krijimi i politikave, atë që në fillim e thash, nuk mund të bazohet vetëm në atë çka kalon lehtë ose çka shitet lehtë te qytetari. Dhe unë edhe si ministër edhe sot kam shumë rezistencë nga institucionet të ndryshme, po jam shumë i bindur që këto të dhëna janë fakti më i madh përpara neve si politikan që ky ligj duhet kalon dhe duhet të implementohet. Do t'ju kisha lutur, me që jemi në minutat e fundit, a i keni gjetur mjekët që marrin nga 10.000 euro pagë dhe si tha kryeministri kanë punuar brenda muajit 24/7. Pra, nëse keni mundësi. Çdo informatë shkurt atë pasi jemi në fund, çdo informatë që japim në mediume që lidhet me shëndetësinë, si nga kryeministri ashtu edhe nga ministri nga unë, po edhe nga departamentet brenda që janë për komunikim me qytetarët, besoni që bazohet në të dhëna. Asnjë informat deri tani nuk ka dalur vetëm pse ne kemi menduar se është ashtu, por ka dalur në momentin kur e kemi parë që është ashtu. Ose e kemi parë me sy apo me të dhëna që i kemi. Pra lidhja me rrogat në Maqedoni dhe me mjek të tyre që disa punojnë për 2.000 euro, disa për 10.000 euro, është fakt. Edhe ne kemi gjitha këto të dhëna. Unë e dini që nga fillimi thash që do të bëjmë një bazë me kapacitetet njerëzore, edhe atë e bëm, sot e dim në kohë reale sa mjek motra medicinale e kemi. Gjithashtu thash do të bëjmë një database me infrastrukturën, ajo është nga fundi, dhe e treta është kapacitetet e proceset administrative dhe financiare që është bërë dhe nga aty ka dalur që nuk është një, janë disa mjek në nivel të Maqedonisë, nuk janë veç në Shkup, pasi që kishte dezinformata që është veç në Shkup, që marrin rroga mbi 3.000, 5.000 euro e kështu me radh, dhe këtu ka formula se si arrihet deri aty. Asnjëri nuk është kundër një rroge të cilën ju e punoni dhe e merrni, por gjithsesi për neve shumë e rëndësishme shërbimi ndaj qytetarit, pasi që listat në pritje duhet të zvoglohen, shërbimi i qytetarit duhet të jetë edhe cilësor edhe në kohë reale dhe pastaj në fund të ditës secili do të jemi komod edhe për rrogën që e marrim edhe për nuk do të turprohemi, a do të jetë ajo 1.000 apo 10.000 euro. Ju thatë para se të fillojmë intervistën se përveç angazhimeve tjera, një ndër to është vizita, të themi ndoshta e papritur që u bëni klinikave apo spitaleve. Po. Çfarë gjeni në këto klinika? Tani Tha që edhe mbrëm. Faktikisht këto janë takime që ne i bëjmë në ndrime të ndryshme, po është e vërtet dje kemi bërë në ndrimin e tretë tek mjekët për 2 arsye. E dini që baza e kapaciteteve njerëzore është aktive siç thash dhe është në kohë reale, dhe tani ne e dimë cili mjek ku është në punë dhe cili ndrim është. Kjo është arsye e parë të shohim mjekët që kemi në terminim a janë në punë dhe këte shkon fizikisht ta shohim. E dyta është shërbimet që ju japin qytetarëve, duona ka pritjet mëdha dhe kush janë sfidat që ballafaqojnë mjekët dhe institucionet shëndetësore. Dhe këte duam ta ndjejmë, jo vetëm të rrim në zy dhe ta shohim. Dhe aspekti i tretë është aspekti i riorganizimit. E dini që shëndetësinë tani e kemi futur në një prej është analizuar dhe është futur në një rrugë që do të jetë shëndetësi e disperzuar, regionale, në 6 regione në Maqedoni, dhe ideja është që të shohim cilët departamente në shëndetësi janë të stërngarkuara dhe atë e kemi parë jo më shumë se sa dje që në një prej departamenteve në një institucion shëndetësor ishte i stërngarkuar dhe kishte krevat plus për pacient, dhe në të ngjashëm ose në të njëjtë si ai në institucion tjetër në të njëjtin qytet kishte 30% të krevatëve me pacientë të tjerë të ishin shprazët. Pra kjo nuk guxon të ndodh edhe për shkak të optimizimit të kapaciteteve njerëzore të punësuarve në shëndetësi, për shkak se këto janë të mbi ngarkuar që punojnë në institucionin A e ato tjerët janë më shumë pushojnë se sa punojnë në institucionin B, që të bëjnë një optimizim edhe të këtyre resurseve, po edhe të infrastrukturës, ne jemi të obliguar që ta shohim në terren dhe me numra
gjendjen faktike. Këtë e shohim dhe pas kësaj do dalim përsëri me rezultatet. Qëllimet e takimeve janë më shumë konsultative dhe për agregim të informatave se sa për të kontrolluar. A ishin të gjithë mjekët sipas evidencës në vendet e tyre të punës? Tani këto janë informata që ne vendi i procesojmë në nivel të ministrisë dhe pastaj kjo është Maqedonia e Veriut. Ideja është me neve bashkë vinë edhe drejtorët të institucioneve. Dikush mund t'ja fusë gjumit dhe atje Kështu që besoj që drejtorët e kanë obligim të menaxhojnë me kapacitete njerëzore aty ku janë. Keni deklaruar se do të kërkoni nga spitalet private të tregojnë se sa mjek të shëndetësisë publike shpenzojnë kohën e punës tek ata. Ju mendoni, zotja Liu, vërtet se ata do t'u japin të dhënat sakta? Dëgjoni, ne nuk kërkojmë të dhënat të na japin. Kërkesa ka qenë përpara kësaj kërkesa e parë që neve nuk kemi hequr dorë dhe tani e ndryshuam ligjin për atë, është të gjithë databazat që i kanë institucionet private shëndetësore në Maqedoni të jenë të kapshme, të qasshme nga sistemi elektronik shtetëror, nga terminim. Pse? Për arsyeën e vetme, se çdo qytetar i Maqedonisë duhet të jetë i barabartë dhe ne si ministri duhet ta trajtojmë të barabartë, pavarësisht a kurohet në institucion privat apo shtetëror. Kjo është për shkak të qasjes që ne duhet ta kemi si politikë bërës ndaj qytetarëve. Dhe e dyta që është shumë më e rëndësishme, është lëvizja e qytetarëve që e bajnë nga institucionet private në publike edhe e kundërta. Dhe mjeku i cili punon në institucion publik, kur i vjen një qytetar i cili është vërtet rënd me shëndet, ai do duhet nga e para t'ja bën gjithë analizat, që të konstaton nivelin e problemit shëndetësor që i ka. Kjo si shtet na kushton shumë më shumë, për shkak se edhe një herë analizat duhet bëhen, ato analiza ne i kemi paguar një herë në institucion privat, tash i paguajmë edhe një herë në institucion shtetëror, i kushton pacientit kohë, për shkak që duhet të lëviz dhe të bën edhe një herë analizat që veç i ka bërë, a nuk janë të dukshme nga institucioni privat, dhe treta i kushton mjekut kohë që duhet të jep udhëzim e pastaj udhëzimet të lexon dhe të konstaton smundjen. Pra edhe në aspekt kohor, edhe në aspekt të cilësisë së shëndetit, edhe në aspekt financiar, ne kemi kërkuar që çdo institucion privat, dhe kjo është tani me ligj e definuar, që të mund t'i hap bazat dhe sistemi jon t'i agregon. Çka nuk kupton ajo? Kur unë do të kaloj nga një institucion privat në publik, do të vazhdoj kurimin tem atje, mjeku që është në institucionin publik do ta sheh në folderin shëndetësor timin se si jam kuruar në pjesën private. Dhe kundërta. Kjo ka qenë kërkesa e parë që ndruam edhe ligjin. Dhe e dyta është, nëse neve kemi hapur sistemin që mjekët, dhe me të drejtë, unë jam pro këtij sistemi, që mjekët të punojnë edhe kur kanë kohë, pasi që ideja është nëse dikush ka energji, ka njohuri dhe ka ekspertizë dhe tregu e kërkon, ju nuk mund t'ja ndaloni këtë, bile duhet ta suportoni. Dhe unë jam për t'i suportuar mjekët, të cilët janë ekspert dhe i kërkon edhe institucionet private i kërkojnë këto. Megjithatë çka duhet bëjmë? Me ligj është e definuar se 20% ju mund të punoni kohë shtesë në institucionet private, apo në total 120%. E jo 200 apo 500 apo 150. Për dy arsye. Arsyeja e parë është lodhja, që mund të reflektohet nesër në institucionin ku ti e ke institucion am, dhe dyta është dhënia e shërbimeve jo me cilësi të lartë. Në fund të ditës nuk kemi robot. Dhe këte do ta kërkojmë jo të na japin neve institucione, por ne ta marrim atëherë kur neve na duhet. Pra institucionet private dhe publike do të jenë të lidhura, do të ketë një interoperabilitet i cili çdo institucion, çdo inspektorat i cili ka këtë obligim, nuk ka nevojë ta pyes drejtorin apo të shkon në institucion, ai do të ketë akauntin e vet qasjen që do ta sheh Azida Aliu në moment ku është. Ose sa ori ka harxuar në privatin dhe sa në shtetorin dhe do të bën kalkulimet a është në përputhje me ligjin. Dhe për ashka kërkojmë edhe evidencë elektronike, që të mund të dihet kur kam hyrë dhe kur kam dalë nga institucioni, që të kemi një kalkulim edhe kohor. Sa këshilltar keni zotja Liu në kabinetin tuaj? Ministror? Pra, kabineti, që unë edhe në kabinetin paraprak, edhe në këtë kabinet, struktura dhe organizimi është komplet ndryshe nga kabinetet tjera. Pra kabineti nuk është klasik kabinet, është i hapur. Unë, kur them kabinet i hapur, unë e trajtoj gjithë ministrinë si kabinet, jo vetëm 5 persona apo 7 apo 10 që i keti më afër aty brenda. Pra çdo sektor, çdo departament
është bilet të edhe dera është hapur, në çdo moment mund të vjen të konsultohet dhe në çdo moment mund të vjen të jep një ide të re apo një kritik. Dhe unë mendoj se kjo është suksesi i funksionimit të ministrisë edhe paraprak edhe kësaj. Ndërsa në aspekt administrativ, për shkak se menaxhimi me institucionet ka edhe pjesën politike përveç pjesës profesionale, ti detyrimisht duhet të kesh 2-3 persona të cilët keni rrugtim të njëjtë apo qasje të njëjtë ndaj krijimit të politikave, janë të gjata apo të majta shumë e rëndësishme. Kështu që për këtë arsye kam 3 persona të cilët janë pjesë e kabinetit në aspekt politik, pra në ndjekjen e proceseve politike. Pra një prej atyre është avokat shumë i njohur nga Gosivari, Dritan Dauti, ka qenë edhe në kabinetin paraprak. Pastaj i dyti është një IT inxhinier i cili kemi qenë. Dritan Dauti ka qenë njësoj këshilltar në. Nuk janë këshilltar, ato janë lidhen me ministrin. Pra, çdo ministër ka të drejtë 3 persona të sjell me veti. Dhe ato nuk janë të punësuar në institucion. Bashkëpunëtor të jashtë. Ato janë thirren këshilltar të ministrit apo bashkëpunëtor administrativ, tash varet se si Dritan Dauti thatë. Dritan Dauti është avokat, është jurist, është djali i ri i cili tani është nga fundi me doktoraturën, i cili më ndihmon në aspekt juridik edhe proceset. Është besniku i cili ka qenë në kabinet edhe përpara dhe një komplet strukturën e shëndetësisë shumë mirë. Besnik Hamiti, tash mbiemin, është person është mjek, edhe është person i cili një jashtëzakonisht infrastrukturën shëndetësore në Maqedoni. Dhe është Artan Luma, i cili është IT ekspert, i cili kam pas edhe koleg në fakultet, i cili më ndihmon për pjesën e IT-s, besoj e njihni edhe ju e keni koleg. Kështu që këto janë në aspekt rastësisht apo jo rastësisht. Këto janë 3 persona që ju duhet t'ju besoni në aspekt të proceseve që duhet t'i bëjnë double check ose t'i analizojnë. Edhe njerë po tensoj, po të punoni veç me 3 persona nuk do kishit bërë asnjë punë. Të gjithë sektorët brenda, dhe këte mund t'a vërtetoni si gazetar shumë lehtë, edhe çdo departament, unë kam komunikim personal me ato, edhe kam takime çdo ditë. Dita na nisën në ministri me 5 minuta takime në këmbë, ku unë personalisht shkoj në përzyra dhe pyes për proceset që kanë ndodhur një ditë përpara, pa proceset që duhet të ndodhin brenda ditës, dhe kjo më ndihmon shumë lehtë që pastaj atë që e thash në fillim, atë tabelën, atë dashboardin që e ke përpara, ta lexosh më lehtë, se ti veç i ke informatat bazë, tash i lexon të dhënat që të mund të shohësh ku je me proceset. Artan Luma përndryshe është kolegu ynë i përbashkët. Është profesor universitar. Që vjen prap nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov. Pyetja e fundit, mundohem të pyes sidomos politikanët e pushtetit se sa janë pasur natyrisht, disa tregojnë në mënyrë gjysmake, disa ndoshta e thonë të vërtetën e plot. Po i pyes edhe juve, sa i pasur jeni, sa pasuri keni deklaruar në Komisionin e Antikorrupsionit dhe a jeni bërë më i pasur nga periudha kur keni filluar të merreni me politik apo pas hyrjes në politik, sepse zotja Liu ju e dini ndoshta është paragjykim pak jo i drejt për një pjesë të politikanëve, por të gjithë thonë se kush ka hyrë në politik i pasur është bërë. Tani, sa jam i pasur, do filloj nga pyetja e parë që e bët. Për mua pasuria, dhe besoj për çdo person që logjikisht e sheh procesin e pasurisë, pasuria sa je i pasur dhe aja i kënaqur me pasurinë duhet të lidhet me nevojat që ti ke si prioritet në jetë. Dhe po ta shikni në atë aspekt, unë jam shumë i pasur. Pasi që prioritet në jetë kam pasur që fëmijët e mi të shkollohen mirë, të investoj që maksimum të kenë mundësi të absorbojnë njohuri si gjusore, si dhuntit të buta, si teknologjike. Unë jam baba i 3 fëmijëve, pra kam një vajzë që më studion master ban në Zvicër, që më kushton në aspekt financiar, le të themi, jo pak, dhe kjo është pasuria ime që unë me dëshirë investoj të ajo që të nesër të ketë një profil, një ekspertizë internacionale, është universitet që rinditet i 3 në nivel botror për IT.
Pastaj kam vajzën e dytë që shkollën e mesme e mbaroi në Norvegji. Gjithashtu kam investuar financiarisht që të merr një shkollim, le themi, jashtë kornizave që ne i kemi në Ballkan. Dhe përsëri jam si prind shumë i lumtur që kam investuar të kem, dhe kam djalin është orientuar edhe vajza e dytë. Edhe vajza e dytë në IT, po. Dhe është djali që është 16 vjeçar, është në shkollë private në Shkup, që përsëri investoj në aspekt edukativ që të mundet fëmiu të absorbon atë që ka besoj unë do t'i duhet nesër. Është në shkollë të mesme në gjuhën angleze, pra aspektin e gjuhës veç e ka te i kalu barierën, dhe është një shkollë që unë mendoj se do të ketë perspektivë. E tash, kjo është pasuria që duhet ta ketë çdo prind. Edhe ai ka prirje për Edhe ai ka prirje informatike për IT, po merr pjesë në hackathone të ndryshme dhe është atje i ndajnë në grupe, në atë kategorinë e grupit që ka matematikë dhe fizik më shumë, dhe tash për tash është viti i dytë, mendon të studjon edhe ai IT. Gruan e kam biokimiste, kështu që për fat keq do të ngele vetë në aspektin profesional. Dhe kjo është pasuria më e madhe që jo për mua, besoj për çdo prind në nivel botror. Nuk do të keni prind që nuk do të thotë pasuria më e madhe është investimi që i bëni për fëmijët, por nuk ngelen këtu. Për shkak se në fund të ditës përveç investimit do duhet të hani, të pini dhe të jetoni. Pra për mua pasuria është gjithçka që mendoj që është në nivel normal të mund ta absorbosh, ta blesh apo ta shijosh, dhe këtë për fat mirë deri tani më ka mundsuar edhe profesioni jem edhe punët që i kam bërë. Unë nga 18 vjetë punoj në jetë, që mbaj mend, nga 18 vjetë aktivisht kam qenë në punë, me rok, kam punuar. Kështu që kjo më ka mundësuar edhe të absorboj nga probleme që kam pasur çdo ditë, po edhe të jap kontribut në kompani që kam punuar, dhe kjo më ka dhënë që të shoh ndryshe botën, se veç puna të bën të mburesh e gjithçka tjetër mund të të bën ta ulish kokën. I bie që nuk keni weekend shtëpiza në det, në male. Mi kanë harxuar fëmit. Kështu kam një shtëpi edhe 2 banesa, kjo 2 janë në një, është duplex, edhe kjo është pasuria që unë e kam, dhe investimet që i kam bërë nga kur kanë qenë fëmijët e mi të vegjël. Pra unë kam jetuar në Gostivar, në atë kohë vajza kishte talent. Nuk keni pasionuar pas veturave apo makinave shtrejta? Unë vetur ka shoqja, unë me bicikletë kryesisht lëvizja apo në këmbë apo me trotinet. Edhe tani derisa jam në ministri, unë shkoj në shtëpi me veturën e ministrisë dhe kthej me veturën e ministrisë. Shoferi nuk vjen të më merr dhe të më kthen. Edhe sot këtu te ju jam, po unë vozitem vet, po. Pasi që unë e shoh edhe ministrinë si një punë, nuk e shoh si një diçka që është e përkohshme dhe që të kanë dhënë obligim institucioni që ti e ke marrur si institucion për ta. Nuk keni nga ata që prisni që t'u hapin derën. Jo, unë as nuk kam turproje, unë lëvizje vetë. Unë ende vazhdoj të shkoj edhe në treg të diellave, çdo herë kam shkuar vetë baj tregun, edhe vazhdoj ta baj me tet njerëzit e njëjtë. Pra mundohem këtë ta baj për veti, jo për diçka tjetër, për shkak se kjo më mban me këmbë në tokë dhe më bën më realist edhe në politikë. Se kur delni në treg, 2 qytetarë mund t'ju thuan mirë e ke bërë këtë, po i tretë mund t'ju thonë dëgjoj këtë mund ta baje më mirë, ose këtë ke bërë shumë keq. Edhe këto informata që ne i marrim duke komunikuar me qytetarët janë më të vlefshme se sa një trup i organizuar në ministri që mund të fus në film i cili pastaj rënd do dalësh. Edhe kemi parë kështu raste. Është fabule vjetër që tregohet shpesh babai që kishte pasur djalin e tij, i cili nuk kishte qenë shumë i sjellshëm, por pasi ishte bërë, ja të themi, ministër, ju jeni ministër, por komparacioni nuk është as pak për ju, kishte shkuar tek babai i tij dhe i kishte thënë, babai im, shiko se çfarë u bëra unë, ai kishte thënë që ministër u bëre, por njeri jo. Është shumë mesazh i mirë që e dhat, që megjithatë edhe ministrat, edhe deputetët, edhe kryeministrat, edhe të gjithë, para së gjithash, duhet të jenë njerëz. Unë do kisha dhënë në fund, se jemi në fund të emisionit, thatë nuk jemi shumë të moshuar, por nuk jemi edhe të ri. Unë do kisha dhënë një apel të gjithë politikanët apo pretendentët në politikë që kjo ju mban gjallë. Nëse ju jeni ai që keni qenë përpara se të hyni në politikë, do të jeni më realist dhe nuk do të turpnoni edhe kur nuk do të jeni në politikë. Pasi që neve nuk lindim dhe nuk pensionohemi si
si ministër ose si politikan, dhe të nesër me bashkë duhet pim kafe si dy kolegë profesor universitar dhe duhet jemi përsëri të njëjtët, muhabetet e njëjta që kemi bërë edhe dje edhe sot edhe nesër. Zoti Aliu, unë ju falenderoj shumë që gjetet kohë për skaj angazhimeve të shumta, sepse ne dim që sidomos Dikasteri i Shëndetësisë ka shumë probleme, ka shumë angazhime dhe shpresoj të ishte bashkëbisedim i hapur edhe për çështjet alianciste dhe për çështjet shëndetësore. Faleminderit shumë për kohën, më ktheve pak mbrapa edhe më dha atë ndjenje sikurse jemi tek lokali në kampusin në Universitetin e Evropës Juglindore. Shumë faleminderit.